Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhet në 1+1. Vera ka ardhur me temperaturat përvluese që në rikujtojnë pushimet, por edhe një sezon që çdo vit sjell rrezikun e zjarreve. Në këtë periudhë, Qendra për Menaxhimin e Krizave hyn në një fazë të rëndësishme, sidomos pas nënshkrimit të projektit NIX-2 të mbështetur nga NATO-ja që synon modernizimin e sistemit të reagimit dhe koordinimit në situata emergjente. Por sa e gatshme është QMK-ja për ballafaqimin dhe menaxhimin e një sezoni të vështirë zjarrësh? Apo sjell NIX-2 një ndryshim real në kapacitetet e sistemit, apo betet vetëm një projekt në letër? Dhe a janë institucionet tona të koordinuara mjaftueshëm për të reaguar në kohë për këto dhe shumë çështje tjera? Sonte në studio është këshilltari shtetëror në QMK, Ferik Beluli, ndërkohë unë pa humbur kohë, Mimrama, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momenti, i themi zotri Belulit. Mbrëma. Mirë se erdhet. Mirë se gjetëm. Zotri Beluli, Vera ka ardhur, si që thash dhe pak më herët, dhe një kokësisht është rritur të themi edhe rreziku nga zjarret, sa e gatshme është QMK-ja të themi, për t'ju përgjigjur dhe për t'i menaxhuar me sukses këto sfida tani. QMK-ja gjithmonë është e gatshme pasi që në kontinuitet bën koordinimin e aktiviteteve mes subjekteve të cilat përbëjnë sistemin për menaxhim me kriza, përmes takimeve individuale, takimeve koordinative dhe shtabeve të krizës. Nëse do duhet ta vlerësonit gatshmërinë e QMK-s në një shkallë nga 1 deri te 10, çfarë note do t'i jepnit? 8. Pse jo 10? Nuk kisha thënë vetë se gjithmonë ekziston mundësia për më mirë. Po jemi sot më të përgatitur se sa vitet e kaluara, apo përballeni me njëjtat kapacitete dhe kapacitete njerëzore, resurse dhe kështu me radhë dhe dobësi në sistem? Jo, është realitet se çdo vit, domethënë përmirësohen kapacitetet përmes projekteve të ndryshme. Ne prej para 4 viteve kemi vënë në funksion edhe sistemin e thirrjeve emergjente 112, i cila ndihmon shumë në paraqitjen e shpejtë të rasteve emergjente dhe prej atij ngrihet sistemi dhe funksional dhe menaxhon situatat. Sa zjarre përregjistron aktualisht dhe rritet rreziku nga viti në vit? Ju pyes juve sepse nëse nuk jam gabim, jeni dikundi në QMK rreth 20 vite, apo? Dikun prej 10 vjet. Pra, sa zjarre regjistron aktualisht në vendin tonë dhe apo rritet të themi numri i zjarreve nga viti në vit apo jo? Do të thonë nëse flasim për zjarre të mëdha deri tash në vitin 2026 ka dikundi 50 zjarre të mëdha në hapësirat e hapura pyjore, kurse në vitin e kaluar ishin 205 zjarre në hapësirat e hapura pyjore. Kurse ka edhe zjarre shumë në numër më të madh, po që janë të parazikshëm. Kushtimisht nëse sonte shpërthejnë 10 zjarre larg qoftë në të njëjtën kohë, sistemi a mund t'i përballojë apo jo? Unë besoj se do të intervenohet në secilin nga vendet që do të paraqitet zjarri, po mënyra se si do të sa efikas dhe sa shpejt do të menaxhoj situatën do të varet. Tash nëse pyetja është hipotetike, edhe kjo hipotetike përgjigja do të jetë, në varet se si do të zhvillohet kreta e zjarrit. Por ndryshe intervenimi në teren do të funksionojë më njëherë në gjitha 10 vendet. Po sa do të ishim suksesshëm? Vitin e kaluar keni pasur shumë zjarre të hapura në përpyet. Madje edhe do bisedojmë edhe pak më vonë në pjesën e dytë të intervistës, kur kemi pasur si shtet edhe ndihmë nga jashtë. Pra, sa jemi të përgatitur ne për të intervenuar me sukses në parandalimin e zjarreve, për hapjen e zjarreve kështu me radhë? Ka raste, domethënë çdo shtet edhe më i zhvilluar po të jetë ka nevojë për bashkëpunim ndërkufitar dhe bashkëpunim ndërmjet veti. Kështu që për çfarëdo raste dhe nevoje, ato bashkëpunojnë dhe thirrin ndihmë nga jashtë. Qoftë edhe Maqedonia, qoftë edhe Greqia, qoftë edhe vende tjera më të zhvilluara. Para pak ditësh përfaqësuesit e QMK-s kanë nënshkruar një projekt NIX-2, nëse nuk jam me mbështetje të NATO-s, por çfarë do thotë ky projekt dhe çfarë ndryshon realisht për menaxhimin e krizave në vend? Ky sigurisht është NIX-2 i vazhdimit të NIX-1-shit. Po, për fat keq NIX-1 mendoj NIX-1 është realizuar dikundi në fazën para 2020-s. Dhe pastaj kemi pas një pauzë, se të ne është një fatkeqësi pasi kur vjen ndonjë kuadër i ri, edhe mundohet t'i avasoj kuadrat e veta, t'i vënë në hije kuadrat tjera që nuk i ka me veti. Po projekti, me siguri projekti nuk duhet të ndalet. Do me thonë, kjo është një argument se edhe projekti u ka ndalë, edhe tash është dash pas rikthimit të tij ekspertave të cilët janë marrë me këtë çështje, ju dash minimum 1 vit kohë që me përkushtim maksimal, me përkraje të fuqishëm të drejtorit, të arrin të deri në këtë fazë ku e përmendet se sot mbrenda kësaj jave është nënshkruar në Bruksel. Po, çfarë do të thotë më konkretisht ky projekt të titulluar NIX-2?
Niks dishi do të thotë të gjitha aktivitetet që i bëjmë tash për momentin përmes takimeve, do të thonë me subjektet brenda sistemit për menaxhim me kriza, me implementimin e Niksit, pas 3 viteve flasim, atëherë të gjitha aktivitetet do të realizohen në kuadër të platformës Niks, ku do të kenë qasje. Po, Niks është platformë. Niks dishi është platformë elektronike. Digital, po. Ku janë kyçur të gjitha të themi institucionet kompetente për menaxhim. Po, për menaxhim të rrezikeve, jo vetëm zjarreve, do të thonë ka edhe rreziqe tjera. Dhe më tregoni se kur fillon me zbatimin e tij? Do të thonë tash si të kthehen këto prej Brukselit, do të bëjnë plan për realizimin e trajnimeve, implementimin, do të thonë do të vazhdojë 3 vite. Pas 3 viteve kjo do të jetë në funksion të plotë sistemit të menaxhimit me kriza. Cilat janë zonat më të rrezikuara në këto momente dhe sa prej zjarreve shkaktohen nga faktori njeri? Këtu nuk mund ta definojsh sakt, po ka ndodhur një herë ka qenë pjesa lindore që ka qenë më aktive me zjarre, njëherë tjetër ka qenë pjesa perëndimore, kështu që nuk mund të përcaktojsh fiks se zonë më e rrezikuar, sepse Maqedonia është vend malor në përgjithësi. Sa jeni të kënaqur se si ndëshkohen zjarrvënësit? Ka kohën e fundit, domethënë zjarrvënësit ka ndëshkime, të dhënat i ka policia dhe prokuroria. Po sigurisht dhe ju si qendra për menaxhim. Po kohën e fundit, domethënë me kërkesa, nëse ka nevojë të kërkojmë me kërkesa të veçanta, ne mund të marrim informacion. Sa jeni të kënaqur nga kontrollet në terren? Domethënë kontrollet në terren nuk e di për tjera vite jemi mundu ta kontrollojmë kështu në bazë të njësive reanale, por për si vjet është mirë. Çdo njeri që i ka shkuar në mend të hulumtoj dhe të shëtis në mal, të shkaktoj zjarr, ta kujtojë më shumë se 2-3 herë, sepse janë në vëzhgim. Do të thonë ne kemi qasjen e për shumë kamera, edhe kemi vëzhgim gati në gjitha territorin e Maqedonisë, kështu që ta paguajë shumë keq. Kur përmendni kamera, do të thotë se keni vendosur ju si qendra për menaxhim me kriza kamera në përpyet zonat? Bashkëpunim me një organizatë, do të thonë kemi mbulesë të gjithë territorit, do të thonë përhapja momentale e zjarrit, ne marrim informatën në qendrën operative edhe ngrem, do të thonë aktivizojmë strukturat për intervenim. Sa kamera të tilla të sigurisë keni vendosur në përpyet? Do të vendohen më shumë, po tash janë, do të thonë unë nuk duhet të shpalos komplet, po janë në vëzhgim. Definitivisht, do të thonë çdo ai person që do të marrë guximin dhe zjarr duhet ta mendojë shumë mirë se është në vëzhgim, edhe do të zbulohet. Keni informacion se sa nga zjarrvënësit e vitit kaluar, për shembull, janë gjobitur, janë proceduar, kanë marrë dënimin e merituar? Informacionet sakta për këtë thashë ka policia, ne nuk i kemi kërkuar sepse nuk na nevojitën si statistike. Po sa funksionon koordinimi mes institucioneve kur shpërthen një zjarr? Aktualisht të shpjegojmë se si keni koordinimin mes QMK-s dhe institucionet tjera të cilat janë drejtoria për shpëtim? Po. MPB-ja? Po. Cilat janë tjerat? Armata, edhe kjo ndërmarrja publike e pyjeve të Maqedonisë. Ka edhe më të vogla, po më kryesorët janë këta. Dhe si keni koordinimin? Do të thonë koordinimin e kemi në nivel shumë të mirë, do të thonë intervenohet shpejt me kapacitetet që posedojmë në mënyrë, do të thonë shumë precize dhe shumë shpejt. Tash deri tash edhe situata që kanë para përgatitje bëhet gjatë para fillimit të sezonit të verës. Mbajmë takime koordinative me subjektet, organizojmë shtabe ka edhe shtabi kryesor, po ka edhe shtabe rajonale. Do të thonë ka shtabet e veta qendra për menaxhim me kriza, ka shtabe drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, ka shtabe edhe komunat. Po çfarë mësuat nga përvoja e viteve kaluara? Çfarë mësuat që tani të themi se jeni përmirësuar në këtë segment, në këtë fushë e kështu me radhë? Po aty analizohen, do të thonë pas çdo sezone bëhet një analizë e thukë, do të thonë e gjitha subjekteve në takim dhe aty analizohen dhe shifen anët dobësit nëse ka dobësi negative dhe ato të njëjtat mundohemi që në të ardhmen mos përsëritet. Dobësia, cila është dobësia më e madhe në sistemin aktual? Nuk ka të definuar ndonjë dobësi konkrete, po mund të ndodhë shembull ndonjëherë me reagimin që e përmendet se mund të ketë ndonjë vonesë nga ndonjë subjekt që mundohemi për çdo ditë të përmirësojmë atë që jemi më efektiv. Po zotëri Beliuri, çfarë i mungon më së shumti QMK-s aktualisht? Kuadri profesional, fondet financiare, pajisjet, më tregoni? Të treja, do të thonë, ka nevojë për të treja gjëra që i numërohet. Edhe për kuadër, edhe për financa, edhe për pajisje. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më afërsisht për gjitha këto. Urdhani.
Po të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1 në servisin tuaj publik. I ftuari ynë është këshilltari shtetëror zotri Beluli. Ne vazhdojmë të bisedojmë për NIX-2-shin. Pse konsiderohet kaq i rëndësishëm ky projekt dhe çfarë do të përmirësojë ose do të eliminojë, të themi, synon të arrijmë ose të eliminojnë nga sistemi aktual? Me thonë, vetë fakti se do të funksionojë gjithçka përmes platformës digjitale, do të kursejmë në kohë, në hapësirë dhe në intervenim. Më thonë, brenda, si kur njëjta punë që bëhet tash, do të bëhet në brenda platformës. Ati çdo subjekt i cili është në brenda sistemit për menaxhim me kriza, do t'i deklarojnë edhe timet e veta, edhe kapacitetet që i posedon, edhe vendin dhe me thonë se ku janë ato, dhe në bazë të rrezikut që do të ndodhë, ne i kemi përmes platformës e dim se cilat ekipe dhe cilat kapacitete duhet të intervenojnë që e kanë vendin më të afërt. Cilat institucione do të kyqen dhe kur është parashikuar që të kyqen? Do me thonë, ato do të kyqen tash sa po të kthehet ekipi të cilit e kanë shkruar marrëveshjen në Bruksell, ato do të kthehen dhe besoj se do të hartojnë plan dhe shumë shpejt do të Sa institucione parashikohet? Momentalisht sa jeni? Do me thonë, ne brenda sistemit, do me thonë, gjitha organet shtetërore janë që edhe komunat. Të gjitha organet shtetërore janë të inkuadruar edhe komunat, po më të rëndësishmet janë këto që i përmendëm më herët. Do me thonë, Qendra për menaxhim me kriza, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Policia, Armata, Ndërmarrja publike e pijeve të Maqedonisë, komunat, do me thonë, do të Sa do të kushtojë ky projekt dhe kush e financon pjesën më të madhe të tij, si është e parashikuar? Projekti është dikundi 350.000 euro vlerë dhe këtë e finanson Shkenca për Paqë në kuadër të NATO-s dhe besoj se do të jetë shumë një vegël shumë efikase. A do të mundosoj NIX-2-shi reagim më të shpejt në rast zjarresh, përmbytyesh dhe fatkeqësisht tjera? Patjetër se do të mundsoj, pasi që çdo gjë do të mirret, domethënë edhe koordinimi, edhe vendimet do të mirren, edhe udhëzimet do të mirren gjitha në brenda platformës. Edhe nuk ka nevojë të humbet kohë në takime kështu. Platforma e re për bashkët e gjitha institucioneve ku do të mundet. Bile, une me disa konsultime që jam dëgju me personat të cilët janë ekspertët të cilët janë bashkë me drejtorin në Bruksell, brenda në kuadër të NIX-it do të funksionojë edhe HICS, Hospital Incident Command System. Do me thonë, do të inkuadrohen edhe spitalet, që ato të deklarojnë në të kohë reale gjithmonë, ta dinë se sa kanë kapacitete për pranu njerëz në rast të rrezikut me pasoja lëndime të njerëzve, po të dihet fiks se ku do t'i dërgojnë, domethënë pa procedura se kur jemi duke biseduar për një platformë të themi e avancuar e mirë sipas standardeve ndërkombëtare, sa shpesh në të kaluarën ka ndodhur deri më tani që mungesa e informacionit të koordinuar të krijojë probleme në terren. Shumë sinqerisht ju pyes sepse keni përvojë dhe ju e dini më së miri se ku është dobësia më e madhe e këtij sistemi deri tanishëm. Shefe, nuk mund ta identifikosh sepse varësisht prej situatës, domethënë paraqitet herë një dobësi të një subjekt, herë të një tjetër, por në përgjithësi koordinimi është efikas. Reflektimi, intervenimi dhe menaxhimi, domethënë bëhen në mënyrë shumë efikase. Flas gjithmonë në bazë të asaj që posedojmë. Domethënë ne deri tash kemi kaluar situata shumë të rënda, të cilët nuk kemi dorëzuar, kemi kaluar shumë mirë. Domethënë edhe me intervenimet ndërkombëtare, me kërkesa vendimeve ndërkombëtare, ne kemi bashkëpunim shumë të fuqishëm me mehanizmin evropian dhe me mehanizmin e NATO-s. A do të trajnohen punonjësit e institucioneve për përdorimin e këtij sistemi? A ka rrezik që kjo teknologji moderne mos ketë staf të mjaftueshëm për ta përdorur, si është parashikuar këtë pjesë? Jo, me siguri domethënë kjo pa u bë trajnimi i subjekteve, ato nuk mund të jenë funksional brenda platformës. Do të ketë edhe trajnime, me siguri do të ketë edhe pajisje. Edhe sistemi do të jetë i lidhur, do me thonë do të ketë edhe pajisje, ndoshta do të ketë edhe laptop, edhe ndoshta sende tjera që do ta lehtësojnë komunikimin ndërmes subjekteve brenda sistemit. Trajnimi është më i nevojshëm. Bile do të ketë vend edhe për inteligjencën artificiale, e cila do të detektojë, do me thonë, mënyrat lëshimet, gabimet, dhe do të ndihmojë në sjelljen e vendimeve, në propozimin e sjelljes vendimet konkrete, veprime se si duhet bënë. Do të ketë edhe ashtu hapësirë. Ma shumë informata, për të NIX-in brenda platformës, ma shumë informata nëse do t'jepet rasti
nga ekspertët të cilët e kanë punu këtë projekt. Nëse ky sistem, zotri Beluli, do të ekzistonte, të themi, në vitet e kaluara, do të kishin pasur reagim më të mirë dhe më të suksesshëm dhe i shpejtë ndaj disa zjarreve të mëdha që na ndodhen, që na kapluan vendin viteve të fundit, sidomos vitin e kaluar? Patjetër, do me thonë çdo teknikë e re mundson lehtësim të menaxhimit të situatave. Ne deri para disa viteve, për shembull, nuk e kemi pas asnjë dishin. Edhe informatat janë rrotullu, janë sill, janë vonu, do me thonë derisa ke arrit të ngresh sistemin. Ne për momentin, përmes një dishit, marrim minimum dikundi 1000 tash, kur nuk është sezona e zjarreve, marrim minimum 1000 thirrje brenda 24 orëve. Minimum 1000 thirrje. Tash ka thirrje edhe të rejme, po shumica e thirrjeve janë reale. Dhe si verifikoni, shkoni në teren apo? Ato i verifikojnë përmes shembull nëse ka një paraqitje në një rajon, nga një rajon se ekziston diçka, ka ndodhur diçka, ne kemi në atë rajon qendër rajonale që e mbulon. Edhe ato kanë bashkëpunime me komunave, përmes komunave. Dhe vazhdoni shikoni situatën në teren. Po. Dhe sa prej tyre janë përmes një dishi ka pas edhe raste shumë interesante ku ka ndodhur nga aksidentet në trafik përmes telefonit celular, domethënë kur është përplas telefoni dikun, ka signalizu një dishin dhe ne kemi informu policin për të një dishi, edhe policia ka shkuar ka verifiku se ka ndodhur ndeshje. Edhe është intervenu, edhe janë shpëtuar njerëz. Tani më tregoni momentalisht qendra për menaxhim me kriza me sa resurse njerëzore. Me thonë kapaciteti momental i resurseve njerëzore brenda QMK-s është diku 50%. Duke i llogaritë edhe njerëzit që janë të punësuar me kontratë pune dhe me kontratë në vepër. Numri i të punësuarve është? Përgjithësisht 320, dikun 630 e kemi sipas sistematizimit i kemi vendet e punës, ne i kemi të plotësuar me gjitha këto me kontrata 320 dikun. 50%. Dhe kur janë pritëshmëritë që të përmbushës ose të plotësohet ky numër i nevojshëm i qendrës për menaxhim? Ne i bëjmë planet tona për çdo vit dhe i dërgojmë për çdo vit në qeveri. Edhe tash varet nga ndonjëherë ka pëlqime për punësime, për avancime. Po ndonjëherë edhe nuk japën pëlqime, po megjithatë përcillet ai trendi që mos ketë pasoja në funksionim. Tani kur jemi duke biseduar për zjarret, krizat dhe gatishmërinë e QMK-s, mund të më tregoni se sa hektar janë djegur vitin e kaluar dhe sa deri më tani keni informacione të sakta si paraqitet gjendja aktuale? 2024-ën, gjatë vitit 2024 ka pas dikundi 61.000 hektar zjarr në pyje. Kurse 2025-ën ka pas dikun 17.500. Dhe me thonë, në basë kësaj statistike, efikasiteti duket shumë qartë. Pra, si pas jush, krasuar me vitet e kaluara, këto 6 muajt... 2024 me 25 në ekresën. Këto 6 muajt është në regull, deri tash nuk ka problem. Dhe me thonë, 61.000 hektar ka pas 2024, 17.000 ka 2025. Kjo është për shkak të efikasitetit. Dhe me thonë, çdo gjë ka bëhet vetëm, dhe me thonë, ka qenë më efikas. Ndodhen edhe në mënyrë natyrale të ketë më pak zjarre, po efikasiteti është elementi kyç dhe kryesor që ka ndikuar në... Të gjitha këtë zjarre që sot ose këtë vit ka ndodhur, janë për shkak të zjarrvënies, cilat janë informacionet si janë shkaktuar ato në? Unë besoj, edhe konstatimi i përgjithshëm është se shumica e zjarreve janë të qëllimshme dhe të shkaktuar nga njeriu. Raste shumë të pastra i ke zjarret në janar, në shkurt, në mars, ku temperaturat i ke 15, 18, 20, 22 shembull. Nuk si mund të shkaktohet zjarr në temperaturë me 18-20. Më thonë, ati e ke automatikisht të dhënat edhe e ke sinjalin se nga kush mund të shkaktohet zjarr. Prandaj ne punojmë, do me thonë, për momentin i kemi komplet të siguruar mbikëqyrjen, po edhe do ta sofistikojmë edhe më tepër, që mos ketë asnjë lëvizje që nuk do të kontrollohet. Po, ju përmendet pak më parë se keni vendosur edhe kamera në për disa zona pyjore, ta themi kështu? Po. Por sa raste të zjarrvënies së qëllishme këtë vit janë evidentuar, janë procesuar dhe janë ndërmarrë procedurat e nevojshme? Prej se kur janë vendos këto kamerat që përcjellin dhe vëzhgojnë pyjet, dhe me thonë, nuk ka të konstatuar, se këto janë vu në funksion brenda një muaji, nuk ka shumë larg. Kjo është para përgatitja e qendrës Po, dhe me thonë, kjo është edhe një pilot projekt, po kemi qasje, dhe me thonë, fix në gjithë zonat. Për herë të parë. Brenda këtij muaji nuk ka ndonjë situatë ku është detektuar ndonjë njerëz që ka... E keni vendosur këto kamerat në ato vende, zona pyjore, malore, të cilat vitin e kaluar
kishte më shumë zjarre? Ka eksperta, do me thonë që e kanë vlerësu vendin se ku, edhe që të tjetë hapësira që do të mbulohet tjetë më e madhe. Do me thonë i kanë pozicionet e caktuara nga ekspertë. Ne biseduam pak më parë për denoncimet në bazë ditore, të themi, po kush vendos për aktivizimin e kapaciteteve dhe kush ban përgjegjësi kur një zjarr del jashtë kontrollit? Varësisht prej zjarrit që ku ndodh, nëse është në kuadër shembull, zjarri fillestar do të ndodh në kuadër të ndonjë komune. Dhe aktivizimin e resurseve dhe kapaciteteve primare janë të nivel lokal, janë në kuadër të komunës. Do me thonë duhet komuna, çdo komunë të jetë e përgatitur me ekipe dhe me pajisje që të intervenojë sa më shpejt. Intervenimi më i shpejt, më i afërt tek zjarri, do me thonë ati ndihmon shumë situatën që mos ketë dëme më të mëdha. Po jo sigurisht e dini sa janë të themi të gatshëm dhe kanë kapacitete komunat që të kontribuojnë. Komunat, ka disa komuna më të zhvilluara të cilët janë pajisje edhe me zjarfikës, me kamion zjarfikës, edhe me ekipe, edhe me shoqata vullnetare dhe funksionojnë shumë mirë. Ka edhe komunat të cilat janë pak më të dobta, po të cilët ne si QMK kemi parasysh dhe jemi të koordinuar nivel rajonal, do me thonë nëse një komunë është e dobët dhe ka përreth komuna tjera, ne i aktivizojmë dhe bashkëpunojmë. A ka mungesë të eksperteve për menaxhimin e krizave? Ekspertët gjithmonë, do me thonë, ekspertët janë të mirë se ardhur, edhe pse shumica e eksperteve besoj që krijohet mbas punës. Edhe sa do t'jetë eksperta pas përvojë është pak problem, po janë të mirë se ardhur çdo ekspert që është i drejtimit të menaxhimit të krizave. A është buxheti i mjaftueshëm për sfidat për të cilat përballet QMK-ja? Për funksionimin elementar të QMK-s, po për më tepër nuk kisha thënë se ka hapësira më tepër për investime. Çfarë i nevojitet në këto momente QMK-s për të qenë më gatitur, më e përgatitur? Ja tani keni dhe projekt tjetër, Nix2, vazhdimi i Nix1-shit. Do thonë ne si QMK jemi të fokusuar pasi jemi të vetëdijshëm, do të thonë edhe për situatën, edhe për vendin ku jetojmë, jemi të fokusuar maksimalisht me përkushtim të madh, me mbështetje të drejtorit në konkurimin dhe fitimin e projekteve të ndryshme nga organizata të ndryshme ndërkombëtare. A keni numër të saktë të më tregoni se sa komuna janë të gatshëm për sezonin e zjarreve? Ne i kemi shkruajtur dhe kemi kërkuar edhe kemi bërë edhe takime me to, do me thonë shumica e komuneve kanë deklaruar se janë të përgatitur për menaxhimin e zjarreve me atë nivelin lokal që ato duhet. Sa komune janë? Do me thonë intervenimi i parë është për komune. Tash nëse zjarri është më i madh, automatikisht intervenohet njësitë rajonale, po edhe njësitë shtetërore nëse ka nevojë. Po mos t'i harrojmë edhe çfarë roli kanë edhe vullnetarët, parqet kombëtare dhe kryqi i kuq në menaxhimin e krizave. Vullnetarët ne këtë vit me këtë drejtorin që e kemi gati një vit të gjysmë Muhamet Ali, do me thonë ki kanë shkruajt dhe hulumton çdo komunë ku ka shoqat vullnetare të zjarfikësve të nënshkruajë memorandum bashkëpunimi. Dhe sa keni nënshkruar? Dhe deri tash dikundi më shumë se 10 duhet jenë, sepse ato një shoqat vullnetare mbulon disa komuna, shembull, nivel rajonale mbulen më tepër. Edhe ato janë të gatshëm për çdo nevojë ato të inkuadrohen, do me thonë pa asnjë pagesë. Ka nevojë edhe për trajnime, jo vetëm këto vullnetarët, po edhe institucionet. A zhvilloni ndonjë trajnim të veçantë në ndonjë komunë për reagim të shpejtë? Nëse i përket trajnimeve, ne si qendër për menaxhim me kriza kemi ndërtuar një objekt i cili është veçanërisht do të jetë në funksion të trajnimeve. Kemi edhe prej para një vjeteve në sistematizime kemi futur edhe një sektor që do të jetë për trajnime. Dhe tash presim përsëri nga donacionet, nga OSB-ja, presim një donacion, nuk e kemi shumën e saktuar sakt, po brenda një muaji presim që ta mobilojmë komplet, ta rregullojmë ato me pajisjet që të nevojshme, që të fillojmë pastaj edhe me trajnime. A kur jemi duke folur për ndihmën nga jashtë, kur kërkohet ndihmë nga jashtë dhe sa shpesh janë aktivizuar këto mekanizma ndërkombëtare dhe në bazë të çka i vendoset paraprakisht për të kërkuar ndihmë? Do me thonë, ndihmat nga jashtë kërkohen kur shteti nuk është i sigurt se mund të përballojë situatën. Dhe atëherë, do me thonë, edhe është shpallur gjendja normale e jashtëzakonshme, po atëherë, do me thonë, me iniciativë të qeverisë, të kryetarit të qeverisë, angazhohet nëse bëhet fjalë për gjendje. Jo, nëse bëhet fjalë për fuqi ose për ndihmë brenda Bashkimit Evropian,
përmes Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim aktivizohet mekanizmi evropian dhe ndihmat kërkohen prej atje. Nëse shkojmë në NATO, përmes Qendrës për Menaxhim me Kriza aktivizohet mekanizmi NATO. Nix dyshi tu a parashik një bashkëpunim më konkret nga vetët e rajonit apo jo? Po, Nix dyshi do ta ketë bile do ta ketë përforcimin e gjitha e bashkëpunimit rajonal. Domethënë me Greqi, se deri tash me Nix dyshi kishim bashkëpunim vetëm me Kroacinë, me Bosnën dhe me Malnezi. Tash ne do të fuqizojmë bashkëpunimin me Greqi, me Kosovë, me Shqipëri, edhe me gjitha vendet e rajonit. Pra, bashkëpunimin me vendet fqinje patjetër. Me të gjitha vendet fqinje. Në këtë Nixin e kemi testuar edhe në disa ushtrime ndërkombëtare. Domethënë, në ushtrim ndërkombëtar është treguar i suksesshëm, sepse brenda Nixit përcjellen çdo lëvizje. Domethënë është gjendja reale se si ndodhen. Edhe lëvizjen e ekipeve, e forcave që do të shkojnë, ne dimë se nga lëvizjen. Të gjitha kanë qenë në kuadër të trajnimeve. Po. E jo me veprim konkret real në kohë reale. Domethënë për atë them, veprim konkret real nuk është testuar ende, tash besoj se me këtë kompletimin e Nix dyshi do të vihet në funksion. Tani këtë sezon mund të vetë plotësisht? Ja. Këtë sezon do të fillojmë me trajnimet. Me trajnimet. Po, me implementimin e projektit, kështu që besoj se brenda 3 viteve, ashtu është projekti, që duhet jetë plotësisht funksional. A parandalohen zjarret mjaftueshëm sipas jush? Po parandalohen zjarret, do të thonë mbas bashkëpunimi me komunat dhe komuna me bashkitë vendore janë duke luajtur një rol të mirë deri tash. Ato janë të vetëdijshëm, kanë ngrit kapacitetet e tyre, kanë ngrit vetdijen, janë të interesuar të pengojnë çdo paraqitje deviante. Ndales në vendet pyjore është prej me një korrik këtë vit apo? Po, ende nuk është caktuar ajo, po do të caktohet sigurt. Domethënë tash për tash nuk është caktuar, duhet të shpallet gjendje krize, kur shpallet gjendje krize atëherë bëhet. Veç më kanë ndales në për zonat pyjore. Nëse ka bën ndalesën vetëm ndërmarrja publike pyjet e Maqedonisë, është tjetër për ndalesë. Jemi duke biseduar tani për institucionet, po sa qytetarët për shembull janë të përgatitur për të përballur me një krizë zjarri, çfarë duhet të dim? Këtu gjithmonë jam duke biseduar edhe për pjesën që ju e bëni në për shkollat, nëse nuk jam gabim, keni realizuar disa fushata trajnime, mësime në disa vende shkollore? Po, sa i përket pyetjes parë, domethënë qytetarët, edhe pse nuk janë të trajnuar nga sistemi, ato janë të vetëdijshëm dhe janë shumë aktiv në menaxhimin e situatave. Ne kemi pas edhe në rast zjarreve, ku vetë qytetarët janë inkuadruar dhe kanë ndihmuar maksimalisht, po edhe në rastin e vërshimeve, të gjithë qytetarët, domethënë, janë inkuadruar dhe kanë bërë punën e tyre sikur të jenë brenda sistemit për menaxhim me kriza. Kurse sa i përket kësaj kampanjes të cilën e filluam si vjet, ne si QMK kemi bërë prezantimin e funksionimit të Qendrës për Menaxhim me Kriza, qendrës operative, 112 dyshit, i kemi bën në mbi 100 shkolla gjithsej në vend. Shkolla fillore ka qenë viti i parë, domethënë që kemi bën në mënyrë masive, edhe pse ka pas edhe vite tjera kështu aktivitete, po këtë vit kemi kaluar numrin përmes 100. Dhe ky aktivitet do të vazhdojë. Dhe besojmë ne këtë do të synojmë në ngritjen e vetdijes të qytetarët përmes, për arsye se këtu informohen edhe nxënësit e shkollave fillore dhe nxënësit e shkollave mesme. Dhe përmes ngritjes vetdijes, ajo do të jetë një element shumë i rëndësishëm për mos me pas ma ndej zjarre dhe të ketë qasje pak më ndryshe. Nëse do t'ju dërgonit një mesazh institucioneve dhe qytetarëve, cili do t'ishte ai tani në këto momente? Qytetarëve e kemi lehtë, domethënë ti besojnë sistemit, të përkrahen udhëzimet që i jep sistemi për menaxhim me kriza dhe ti përkushtohen në ato aktivitetet që do të japim ne për çdo ditë kur do të ketë rast zjarri. Me thonë ti besojnë dhe të paraqesin çdo rast deviant, çdo rrezik që i kanosët, ta paraqesin te 112 dyshi dhe ti besojnë sistemit se ne jemi 24 orë në funksionon për qytetarët. Do me thonë ne funksionojmë 24 orë. Kemi 2 qendra operative dhe qendrën shtetërore operative edhe qendrën 112. Po që ishte mesazhi të themi për institucionet, për ekzekutivin që ndoshta me institucionet unë besoj se nuk ka nevojë institucioneve që japin mesazh përmes mediumeve, ne i ndrojmë mesazhet për ditë, do me thonë edhe ne japim edhe ato japin kur koordinohemi brenda mbledhjeve koordinative ose brenda shtabit kur veç më ka situatë që funksionon shtabi qendror, kështu që me ato jemi në rregull, besoj deri tash. Thirrjet për punësime, keni nevojë ti bëni? Thirrjet për punësime. Për punësim.
për plotësimin e numrit të nevojshëm të QMK-s? Po, thirrje, ne thash çdo vit paraqesim planin ton për nevojat që duhet, që janë urgjente. Sa i keni momentalisht me kontratë në vepër? Dikun 44 persona, edhe 16 i kemi me kontratë punë, janë 44, 16 janë me kontratë vepër. Zotri Belioni, unë e kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk i kemi prekur, udhëroni minutët në vazhdim për juve janë. Unë besoj se i trajtuam disa tema, diçka të veçantë nuk e kam menduar të paraqes, kështu që faleminderit shumë për... Faleminderit që morët pjesë në 1+1. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu mbyllet emisioni ynë për sonte, por njëkohësisht mbyllet edhe një kapitull i bukur, sezoni i 6 i intervistave të javës, të cilën këtë vit e sollëm në ekran me emrin 1+1. Për gjatë këtij sezoni kemi trajtuar tema që kanë prekur jetën e përditshme, politikën, ekonominë, shëndetësinë, arsimin, kulturën dhe shumë çështje të tjera aktuale dhe me interes publik dhe gjithmonë çështje aktuale. Në studio kemi mirëpritur 10 musafir me mendime, qëndrime dhe vizione të ndryshme, duke u përpjekur që gjithmonë t'ju sjellim debatet e hapura, informim të saktë dhe intervista me vlera. Në fund dëshiroj të shpreh një faleminderim të jashtëzakonshëm dhe të sinqert për gjithë ju që na keni ndjekur, na keni mbështetur dhe na keni besuar gjatë këtij rrugtimi. Faleminderit çdo i ftuar që pranoi ftesën për të qenë pjesë e emisionit tim dhe të ndaj me publikun qëndrimet e tij. Faleminderit kolegëve, ekipit realizues dhe të gjithë atyre që para dhe pas kamerës kontribuan që ky emision të realizohej çdo javë. Dhe mbi të gjitha, faleminderit të gjithë atyre që kanë besuar dhe kanë përkrahur punën time profesionale. Mbështetja juaj ka qenë gjithmonë motiv më i madh për të vazhduar në këtë përkushtim. Mirupafshim dhe faleminderit edhe një herë për besimin.